Me ditar ndarin në qytetin e Shkodrës, ku sapo ka nisur puna për piketimin e një rruge të re për gjatë bregut të liçenit të Shkodrës, rruge e cila do të shërbejë edhe si argjinatur për të shmangur rrezikun e përmbytjeve për lagjet periferike të qytetit, të cilat u përfshin një vit më parë nga përmbytje masive për shkak të daljes nga shtrati të ujrave të liçenit dhe të lumit Buna. Ky është edhe projekti më i rëndësishëm në infrastrukturën e qytetit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pollum Sulo ka përgatitur kronikën. Në Shkodër ka nisur faza e parë e zbatimit të një prej projekteve më të rëndësishme në fushën e infrastrukturës, ai ndërtimit të një rruge të gjatë rreth 5 km për gjatë bregut të liçenit të Shkodrës, rrugë kjo që do të shërbejë edhe si argjenatur për mbrojtjen e qytetit nga vërshimi i ujrave që rrethojnë. Ideja për ndërtimin e një rruge për gjatë bregut të liçenit të Shkodrës, e cila do të shërbejë edhe si argjenatur mbrojtëse për qytetin, u la nga ekspertët rreth një vit më parë gjatë përmbytjeve masive që përfshin edhe disa lagje periferike të qytetit. Shefja zyrës së urbanistikës në Bashkinë e Shkodrës, Aida Shllaku, thotë se projekti është në fazën e zbatimit dhe se ka nisur puna për piketimin e aksit të rrugës që do të ndërtohet me fondet e qeverisë shqiptare. Zonja Shllaku thotë se projekti është kompleks dhe se i tillë zbatohet për herë të parë. Periudha e vitit e dy përmbytjeve të mëparshme nxori në pak faktin që ky bypass mund të shërbente edhe si argjinatur për mbrojtjen e qytetit nga përmbytjet që mund të vinin nga prurjet e liçenit të Shkodrës, kështu që projekti i bypassit është rishikuar dhe është vënë në funksion të zgjidhjes së problemit edhe të përmbytjes së qytetit Shkodrës. Në të njëjtën kohë, është një projekt shumë kompleks, sepse nuk është thjesht ndërtimi i një rruge, por ka edhe veprat hidraulike apo hidroteknike të cilat do të shërbejnë për përmirësimin dhe funksionimin e plotë të bypassit në funksion të mbrojtjes së qytetit nga përmbytjet. Projekti rrugës së re për gjatë bregut të liçenit të Shkodrës ka kaluar në disa faza konsultimi dhe sipas zonjës Shllaku i është kushtuar kujdes edhe ndikimit minimal në mjedis. Bypassi ka qenë pjesë e rëndësishme e diskutimit që është bërë në përgjithësi për të gjithë planin rregullues të qytetit dhe prej më shumë se një viti është diskutuar plotësisht në lidhje me gjurmën ku do të kalonte bypassi, me pasojat që mund të kishte në mjedis apo edhe në zgjidhjet që do t'i jepeshin në ruajtjen e mjedisit. Investimi kryhet nga qeveria shqiptare, sepse është një investim shumë i rëndësishëm, për të mos thënë që është investimi më i rëndësishëm që kryhet në veprën e infrastrukturës jo vetëm në qytetin e Shkodrës. E shtrirë për gjatë bregut të liçenit të Shkodrës, rruga e re pritet të jetë një vepër komplekse jo vetëm në aspektin ndërtimor, por edhe atë funksional. Rruga e re do të mundsojë jo vetëm mbrojtjen e lagjeve periferike të qytetit nga vërshimi i ujrave të liçenit, po ajo do të shërbejë një herazi edhe për të lehtësuar komunikimin mes qytetit dhe rrugës kombëtare që shkon drejt pikalimit kufitar të Hanit të Hotit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pollum Sulo.